Skuadra jonë kombëtare është diçka krejt tjetër. Është diçka krejt tjetër ndërtuar me shumë kujdes, duke nisur qysh nga viti shkuar në shtator. Kur kemi vendosur drejtuesit politik, ne kështu e kemi sistemin, drejtuesit politik të qarqeve fillojnë dhe bëjnë të gjithë punën studimore, dhe kur them studimore, të territorit, të potencialeve dhe bashkëpunojnë me komunitetet, me partinë, me aktorë dhe faktorë të shoqërisë për të kuptuar se cilët dhe cilat janë kandidatet dhe kandidatet më të përshtatshme dhe të mundshme. Dhe fillojnë ndërtojnë komunikime, sepse jo të gjithë ata që janë kontaktuar kanë pranuar të futen politik. Një pjesë madje edhe të keqardhur, se s'kanë dhe faj. Duhet një guxim ekstra që të hysh në këtë arenë, se këtu domethënë hoxha prifti janë me barë çdo ditë. Llogarit tani të merresh me politikë dhe të jesh në pasqyrat e kënetave, emocionaleve mediatike. Kështu që drejtuesit politik kanë ndërtuar një proces, ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi lançuar platformën Deputeti që duam, rilançuar. E bëm të parën provë në 2021, ishte hera e parë, nxorëm disa mësime, bëm disa përmirësime të sistemit dhe patëm rreth 500 e kusur aplikime. Pastaj të gjithë këtyre që aplikuan ju drejtuam me një proces të dytë seleksionimi. Dhe nga ky seleksionim dolën rreth 250 në mos gabojmë afro individ të cilëve ju dham mundësinë që të hynë në teren dhe të fillojnë të punojnë në teren, nga ana tjetër ju kërkuam që të aktivizohen në rrjetet sociale etj për të parë se sa të dobishëm do të ishin për skuadrën, se një gjë është të jesh i Zoti dhe të jesh në gjithat mirat në jetën tonë private, gjë tjetër është të hysh në një skuadër dhe të futesh në një betejë publike. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që nga platforma na ka sjell risi të madhe. Tani, dhe këtu dua të bëj një falënderim veçantë për Bora Muzhaqin. Bora Muzhaqi është ministra jonë e shtetit për rimin dhe fëmijët dhe Bora Muzhaqi ka hyrë në platformën e Deputetit që duam në 2021, hyri në listë dhe ishte në listën që ku duhet të thyej Hersi për të hyrë. Shkurt fjala nuk doli deputete, megjithatë vazhdoi të punoj. Hyri në jetën publike dhe mori një goditje, e filloi, si thosh, u bë e njohur nga që u bë meme në mungesë të eksperiencës, në mungesë të orientimit, se nuk është e lehtë të vënë kamerat si mitroloza përpara, pa pritur, pa kujtuar edhe të japësh përgjigje kur s'ke asnjë eksperiencë, kur s'ke asnjë përgatitje. Megjithatë, ka bërë një punë dhe një përpjekje këngulse për ta kapërcyer dhe ka kapërcyer atë moment që mund ta kishte thyer njëre mirë psikologjikisht, dhe nga ana tjetër
ka punuar shumë me disa programe të veçanta, sportin shkolla, artet dhe zejet, dhe nga ana tjetër është angazhuar me platformën. Kështu që dua ta falenderoj për punën që ka bërë në platformën, se platforma na ka dhënë goxha dorë, se ka qenë, si thush, një burim i pavarur prurjesh të reja. Tani, dhe jam i bindur që platforma në zgjedhjet e ardhshme të 2029 do të jetë një instrument i jashtëzakonshëm, se tani më me këtë herë të dytë ka dhënë provën tek shumë skeptik që funksionon. Listat e hapura dhe partia e mbyllur, listat e mbyllura dhe partia e hapur. Këto të dyja kanë qenë linjat strategjike të këtij procesi. Çfarë do të thotë? Listat e hapura dhe partia e mbyllur do të thotë që në kushtet kur të gjitha përpjekjet për të hapur partinë bëjnë një efekt relativ dhe konsumi i energjisë dhe konsumi i kohës që partia të hapet, që në të gjithë territorin të ketë një gatishmëri të veçantë ndaj atyre që duan të bëhen pjesë e saj, është i jashtëzakonshëm dhe rezultati është shpeshherë më pak se sa i zakonshëm, pra mediocre. Pse? Sepse ka gjithmonë një tendencë mbyllëse. Dhe listat e mbyllura dhe partia e hapur do të thotë që ne i kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partinë. Pra në një farë mënyre për ta bërë hapjen brutale. Brutale në sensin që nëse kapacitetet e brendshme në territor, nga i pamja e qasjes organizative, janë të tilla që e pengojnë hapjen, atëherë ne duhet ta imponojmë në një moment kyç. Dhe ta imponojmë duke i dhënë mundësi të rinjve, duke i dhënë mundësi të rejave, që përndryshe nuk do hynin dot.